Selamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashkë në emisionin Thellësitë e Kuranit. Me Hoxhën Osman sot do të ndalemi tek një ibadet i veçantë për besimtarin, do të flasim për lutjen dhe rolin e rëndësinë që ka në jetën e besimtarit. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se jep. Hoxhë, lutja është e veçantë, normalisht për besimtarin mund ta quajmë si ajke e adhurimit? Padyshim se po, në fakt thelbi i gjitha adhurimeve është duaja apo lutja. Siç edhe e definon vetë profeti i Zotit alayhi salatu wassalam, i cili thotë ed-duau huwa al-ibadu. Duaja është vetë adhurimi. Pra nuk e trajtojnë si një pjesë të adhurimit, por si thelbin e saj. Prandaj tha, duaja është vetë adhurimi. Sepse realisht duaja është përfaqësi më së miri dhe më së bukuri për kushtimin dhe atë thyrjen shpirtërore, përgjërimin maksimal të robit ndaj Zotit të Madhërisëm. Pra, kur robi i lutet Allahut, përmes lutjes që ai e manifeston ndaj tij, e shpreh gjithat nevojën e tij, mbështetjen që ka nevojë nga ana e Allahut ndaj tij, dhe pastaj edhe plotësimin e kërkesave dhe të dëshirave të tij. Allahu në Kur'an para së gjithash na tregon se lutja nuk është thjesht një akt adhurimi ndaj Allahut, por është, nëse duhet ta përkufizonim me një fjali të vetme, lutja është momenti kur zemra e njeriut e kupton plotësisht dhe e pranon plotësisht varësinë e tij ndaj krijuesit. Dhe e kupton gjithashtu se adresa e vetme që meriton t'i drejtohemi atij me besim, me shpresë dhe me porositë është vetë Allahu i Madhërisëm. Prandaj Zoti çështjen e lutjes e vën në qendër të adhurimit. Pra në marrëdhënien mes tij dhe mes krijesave të tij njerëzore, lutjen e ka në zemër. Sepse çdo gjë realisht aludon në të. Edhe namazi, edhe çdo vepër tjetër që ne e kryejm në raport me Allahun e Madhërisëm, esenca e saj është lutja, përgjërimi, edhe përthyrja përballë Zotit të Madhërisëm. Le ta zbërthejmë tani këtë temë më gjerësisht. Hoxh, çfarë vendi zë lutja, apo çfarë vendi duhet të zë në fakt lutja në raportin, në marrëdhënien mes njeriu, besimtarit dhe krijuesit Allahut pra? Fillimisht, Allahu na ka urdhëruar që t'i lutemi atij. Allahu thotë, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." O Muhammed, thuaj o njerëzve që të më luteni mua në mënyrë që t'ju përgjigjem atyre. Pra vetë fakti që Allahu po e trajton si një çështje bazike dhe realisht po na njofton neve me lutjen si imperativ kuranor, duke thënë lutmuni mua, kjo tregon që nevoja jon për t'ju lutur Allahut është jetike. Në anën tjetër, përgjigjet e jetës sonë, nevojave tona janë të ndërlidhura me lutjen që ne ja parashtrojmë Zotit gjithësisë. Pra Allahu ka krijuar një lloj marrëdhënie fisnike mes nesh dhe mes tij, ndonse ai është i pa nevojë për ne. Pra këtu realisht kuptohet madhësia që ofron njeriut. Zoti. Po. Para së gjithash nderimi i madh që Zoti ja ka bërë njeriut me mundësinë e krijimit të kësaj marrëdhënie mes tij dhe mes nesh. Pra Allahu na ka nderuar jashtëmase nga momenti kur na ka mundsuar që t'i lutemi atij, t'i përgjërohemi atij. Paramendoje, krijuesi i gjithësisë, Zoti i plotfuqishëm, po krijon marrëdhënie me një krijesë të dobët që në raport me krijesa të tjera nuk shihet fare, për shembull me planetet, me galaktikat. E ka spikatur Allahu krijesën njerëzore dhe e ka bërë të mundur që mes kësaj krijese dhe mes tij të ketë një relacion fisnik të dashur. Prandaj edhe ajo që e përmende rreth çështjes së afërsisë mes nesh dhe me Zotit, Allahu kur i qaset çështjes së lutjes, i qaset përmes afërsisë dhe jo largësisë. Pra, në parim, sipas parametrave njerëzor, Allahu mund të imagjinohet si shumë i largët, është qenia më e lartë, i paarritshëm. Por Allahu aq afër e trajton në raportin ton me të, saqë Këta e specifikon tek lutja. Nuk lejon që të ketë mes nesh dhe mes tij as edhe pengesa retorike, tekstuale. Prandaj ne e dim Kur'an, sa herë që është pyetur pejgamberi Allahut rreth krijesave të zakonshme, për shembull për hënën, yes'alunaka 'anil ahilla, pyesin ti o Muhammed për hënën dhe për format e saj. Ose yes'alunaka 'anir ruh, të pyesin ty për shpirtin, çdo herë përgjigje ka ardhur thuaj ju atyre. Por kjo nuk ka ndodhur me raportin ton me Allahun. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
të pyesin ty o Muhammed, robërit e mi për mua, nuk ka thënë thua ju atyre, sepse kjo do të përbënte një lloj largësie, edhe pse kjo është tekstuale. Po. Pra, kjo nuk e ndryshon afërsinë e Allahut me ne, por Allahu ka dashur që as edhe tekstualisht të mos ketë pengesë mes tij dhe mes nesh në raportin e ndërsjell. Dhe thot? Prandaj ka thonë, unë jam afër. Pa thënë, thua ju atyre që unë jam afër. Sepse afërsia e tij me ne është aq e madhe, sa që Allahu thot, edhe atëherë kur ju nuk keni mundësi që të shpreheni. Dhe kjo çka do të thotë për ne? Derisa Allahu na tregon se sa afër nesh është. Edhe dhimbjet më të thella të shpirtit që ti nuk do të kesh ndoshta mundësi ti shprehesh, Allahu vetëm se i di ato para se ti shprehesh. Allahu thot, "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Ne e kemi krijuar njeriu dhe ne e dim edhe kur i përshpërit vetja e tij. Ne gjithë e dim, bujari, kemi ato momente tona të dhimbjes, të lashës, edhe kur e dim që nuk ka adresë që mund t'i kuptoj disa situata, disa rrethana, disa dhimbje, disa telashe, përpos Allahut gjithësisë, Zotit plotfuqishëm. Ato momente Allahu i din më mirë se sa ne. Prandaj Allahu thot: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Ne jemi më afër njeriu se sa arteria e tij. Pra arteria edhe fizikisht është shumë e rëndësishme për shkak të afërsisë, mos flasim përmbajtësisht se një këputje arteries shkon jeta, shuhet njeriu tërësisht. Allah thotë, unë jam më afër se sa arteria juaj, arteria e zemrës suaj. Pra edhe kur ju keni telash, edhe kur keni probleme, edhe kur përjetoni gëzim, edhe kur përjetoni pikëllim. Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë dashuri. Pra gjitha këto Allahu, gjithë këtë marrëdhënie të bukur e ka ndërtuar mbi dashuri. Dhe kjo është mirësia më kulmore. Pastaj Allahu krahas asaj që na ka urdhëruar që ta lutim atë, ai ka dhe disa kërkesa normalisht, sepse marrëdhënia mes nesh dhe mes tij është bilaterale. Mund të jetë marrëdhënie një palshe apo një anshme, por duhet të jetë e dy anshme. Për këtë arsye Allahu në vazhdimin e ajeteve thot "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më thret mua dhe më lutet mua, por ka një kusht. "Falyastajibu li", le të më përgjigjen edhe ata mua. "Wal yu'minu bi", dhe le të më besojnë mua. "La'allahum yarshudun." Çka do të thotë që të orientohen rrugën e drejtë? Që të më përgjigjen mua, me çfarë? Do të thotë që lutja për aq sa është vlerë është edhe përgjegjësi. Vetë fakti që Allahu na ka përzgjedhur që të jemi pe lutësve drejt tij, kjo do të thotë që Allahu na ka nderuar. Po. Por deri në këtë pikë ne nuk kemi ardhur rastisht. Allahu e ka përgatitur terrenin që ne të vijmë edhe të lutemi drejt tij. Dhe Allahu i ka përmbushur të gjitha përgjegjësitë e tij ndaj nesh. Kur na ka dhënë jetën, na ka dhënë besimin, na ka dhënë mundësinë e njohjes së tij, mundësinë e njohjes së përgjegjësive tona karshi tij, ushqyrjen e shpirtit ton me ibadete, me adhurime, karshi tij kështu me radhë. Prandaj thot Allahu e ka një kërkesë të përgjithshme. "Falyastajibu li", ju duhet të përgjigjeni ndaj meje me përgjigje të përgjithshme spaku. Pra duke besuar Allahun për Zot, duke i përmbushur përgjegjësitë tona karshi tij, duke i realizuar qëllimin e jetës dhe me këmbësinë, pra që realisht janë edhe për përgjithësive bazike në raportin tonë me Allahun e plotfuqishëm. E gjitha këto e ndërtojnë besimin e njeriut. Pra ky raport është jashtëzakonisht fisnik. Pastaj duke qenë... Doja pak më shumë të qëndrojmë këtu, hoqë, te çështja e afërsisë, pra si e shpjegon Kurani më në detaje çështën e afërsisë së robit me krijuesin përmes këtij adhurimi. Afërsia e Allahut me ne nuk duhet të kuptohet si afërsi fizike. Gjithçka është më lehtë për kuptuar më tutje. Nuk kuptohet si afërsi fizike. Kur thot Allahu, unë jam afër robit tim kur ai më lutet mua dhe unë i përgjigjem lutjes tij, nuk e nënkupton afërsinë fizike. E nënkupton afërsinë me gjithdijen e tij, me mëshirën e tij, me kujdesin e tij, me mirësitë e tij ndaj nesh. Pra Allahu çdo herë prezent me kujdesin e tij ndaj nesh. Në mënyrën se si ai na mëshiron, si na furnizon. Qase Allahu është i paarritshëm, qenia e tij është më e larta. Dhe kjo tregon për atë se kjo lidhje ndonse fizikisht është krejtësisht ndryshe, sepse Allahu ka tjetër qenie, tjetër trajtim, ne kemi tjetër qenie, tjetër trajtim, por afërsia mes nesh është shpirtërore, është përmbajtësore. Prandaj zemra jone ndjen afërsinë e Allahut. Shpirti ynë ndjen afërsinë e Allahut. Dhe krejtësisht natyrshëm njeriu i referohet Allahut përmes lutjes. Dhe kjo nuk tregon dobësi. Kjo është shenjë e besimit dhe e fuqisë së njeriut.
Prandaj pejgamberët e Allahut janë shquar me këtë lutje, janë shquar me adhurimin e lutjes, pra me këtë ibadet madhështor. Ata nuk janë lutur Allahut vetëm kur kanë qenë në varfëri apo në skamje apo në dobësi, por vazhdimisht jeta e tyre ka qenë e stërmbushur me mirësinë e lutjes. Pra ka qenë karakteristike pejgamberëve të Allahut. Për shembull Musa a.s. kur e mori emanetin e Allahut për të thirrur në rrugën e Allahut, për të shkuar tek faraoni dhe për të ftuar ata në besim, ai i u drejtua Allahut me lutje. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. O Zot, ma zgjero gjoksin tim, ma liro gjuhën time, që ta kuptojnë thirrjen time, fjalën time. Pra ai i u drejtua Allahut në kulmin e nderimit dhe të fuqisë. Nuk ka nderim më të madh dhe nuk ka fuqi më madhështore se sa të jesh pejgamberi i Allahut. Të flasim për fuqinë shpirtërore dhe atë të personalitetit të njeriu. Megjithatë, ai Allahut i u drejtua me lutje, me adhurim, sepse kjo është pjesë qendrore e jetës së njeriu. Një besimtar që i lutet Allahut vetëm në varfëri, vetëm në skamje, jo në mirëqenie, jo në pasuri, ai është i mangët. Këtë në rregull, është mirë. Faktikisht ai s'ka çare pa i lutur Allahut. Njeriu në zor, edhe ateisti i lutet Zotit kur është në zor në vështirësi. Ideja është që ta njohim Allahun në mirësi. Siç thot profeti Allahut, ai që njeh Allahun në mirësi, Allahu do ta njeh atë në vështirësi. Jo çdo kush e njeh Allahun në mirësi, në bollëk, në begati, në fuqi, në pasuri. Çfarë ndodh kjo hoxh? Kjo ndodh për shkak të mosnjohjes reale të Zotit gjithësisë, mos kuptimit të qëllimit të jetës, mos realizimit të misionit të jetës, pra të mëkëmësisë. Ka një shkarje mes tij dhe mes raportit që ka ndërtuar me Zotin e gjithësisë. Prandaj është harrestar në mirëqenie. Është harrestar në mirëqenie, ndonse mirësitë e Allahut sa vinë i shtohen atij. Pra nuk i humben, nuk i treten, por vetëm i shtohen. Që ti rikthehemi lutjes. Asaj afërsie. Po, pra është shenjë e besimit të fuqisë lutja dhe jo e dobësisë. Dhe kur robi i lutet Allahut, e ndjen atë afërsinë e Allahut ndaj tij. Në momentin që ne i lutemi Allahut, ne kuptojmë që çdo gjë është nën kontrollin e Zotit. Ne kuptojmë që çdo gjë përfshihet nga dituria e Zotit. Ne kuptojmë që ai është njohësi më i mirë i dhimbjeve dhe i kërkesave tona. I krejt gjendjes sonë. Sepse ai e njeh panoramën e përgjithshme të jetës tonë. Ne njohim çastin, momentin, Allahu e njeh përgjithsisht jetën tonë. Allahu e din edhe fillimin edhe mbarimin e çështjeve tona. Prandaj përmes lutjes ne i realisht i adresojmë Allahut çështjen. Pra kur robi sprovohet, normalisht që ndjen një lloj bare. Por në momentin që ja drejton Allahut çështjen me lutje, ai në një farforme e largon gjithë barën mbi supët e tij, sepse ja ka dorëzuar më të mirë. Veçanërisht dihet komod në këtë situatë, kur çështjen ja dorëzon Allahu. Sepse ka siguri, besimtari ka siguri, njeriu ka edhe shpresë. Besimtari është i lidhur me krijuesin e zemrës, me krijuesin e gjithësisë, dhe ai e di që edhe zemra e tij, edhe kjo gjithësi funksionon mbi bazën e urdhrave të Zotit. Prandaj ai në momentin që lutjen ja drejton Allahut me plot bindje, me plot përkushtim, me devotshmëri të thellë, ai e di që e ka drejtuar në adresën më të sigurt. Ai e di se zgjidhësi më i mirë i problemeve të tij është Allahu. Dhe ju nuk po flisni vetëm të bërit lutjen si praktik, por edhe bindjen gjatë asaj lutje që po bëhet, apo jo? Lutja nuk është thjesht... Atë e plotson vetëm Zoti. Normalisht, para së gjithash lutja nuk është thjesht një kërkesë e përmbushjes së një nevoje të caktuar. Lutja është adhurim, lutja është kënaqësi. Pra, do të filluar me këtë bot kuptim. Dhe kjo realizohet vetëm përmes bindjes. Prandaj pejgamberi Allahut na ka treguar që lutja duhet të manifestohet me bindje të plotë, jo me dyshime, jo me duke kalkuluar në aftësitë e veta. Po, me atë se unë jam shumë njeri i keq, mbase mund të mos pranohet lutja, absolutisht jo. Tani këtu del problemi tjetër, apo jo? Mendimi jo i mirë për Zotin. Bindje, Allahu vlerëson bindjen. Allahu kërkon nga ne bindje. Allahu i di rrethonat tona, Allahu i di edhe mangësitë tona, i di edhe përparësitë tona. Por ai kërkon që kur ti lutemi atij, ti lutemi me bindje. Madje do të ishte ofendim i rënd në raport me Allahun sikur ti luteshim atij me dyshime. A nuk themi që është i plotfuqishëm? A nuk themi që është i drejtë absolut? A nuk themi që është i gjithëmshirshëm? Si ka mundësi që t'ia drejtosh lutjen Allahut, këtë adhurim kaq fisnik, e të kesh dyshime në realizimin e asaj që ti kërkon? Kur para vetes ke atë që ka në studimin e tij çdo gjë, di dhe njeh çdo gjë, dhe është i gjithëmshirshëm absolut.
Dhe hoqë, keni prekur disa çështje që ko pas kohë duhet ndalen pothuajse në secilin prej tyre. Për këtë jemi këtu. Në këtë rast e përmendëm çështjen e mirëqenies. Dhe tani besimtari kur e ka atë mundësinë që të realizoj kërkesat e tij përmes aspektit të fuqisë apo edhe atij material. Pse duhet lutet në këtë rast kur mund ta realizoj vetat? A na tregon Kurani për atë dallimin mes aftësisë reale të njeriut dhe nevojës që ka për krijuesin? Kur njeriu i lutet Zotit, nuk i lutet për ta informuar Zotin me gjendjen e tij, sepse ai e di gjendjen e tij në hollësi, por i lutet për ta ushqyer shpirtin e tij. Njeriu edhe kur nuk ka nevojë për diçka, vetë fakti që i drejtohet Zotit me lutje, i ngrit duart dhe i lutet, ai ndjen qetësi në shpirt, ngrohtësi në zemër. Ai e përjeton një kënaqësi që nuk e përjeton në asnjë rrethon tjetër. Pra para se gjithashtu njeriu ka nevojë me u shpreh krijuesit, sikur se ndodh në relacionet tona të përditshme. Për shembull, dikush ka nevojë për një këshillues besnik. Ai këshillues besnik zakonisht është prindi, por ndodh të jetë edhe shoku, ndodh të jetë një mjek apo një hoxh apo një psikolog, ku e di se kush, sepse ka nevojë me ia shpreh një telash apo një problem apo një një sprovë aktuale që ai mund ta përjetoj. Në radhë parë dhe para se gjithashtu kjo duhet të jetë në raportin tonë me Zotin e gjithësisë. Sepse nëse këshilla e dikuj mund të jetë edhe e mirë, ajo prapë do të mbetet e mangët. Nëse zgjidhja e dikuj, zgjidhja njerëzore mund të na gjendet moment, ajo prapë do të jetë e pamjaftueshme. Por kur vije këshilla nga Allahu përmes ajetit Kuranit, kur vije ndihma nga Allahu, ajo vije për kryer. Ajo i përmbush gjitha nevojat tona. Prandaj ne menjëherë krijojmë sigurinë vetvete, sepse e dim nga kush po na vije përgjigja. Dhe e dim se nga kush na vije zgjidhja, nga i drejti absolut, nga miku ynë më i mirë, nga njohësi i zemrave tona, nga shëruesi i smundjeve tona, nga zgjidhësi i problemeve tona, nga Allahu subhanahu wa taala. Por para së gjithash është qetësia që ne ndjejmë. Pastaj Zoti ka krijuar një lloj lidhje të detyrueshme mes nesh dhe mes tij përmes lutjes. Pra nuk mund të përmbushet natyra e njeriu, nuk mund të përmbushet nevoja e tij jetësore pa qenë ndërlidhur me lutjen. Pra varësia në këtë rast. Varësia, pikërisht pra. Allahu thot, gjithë jeni nevojtar. Ayuhan nas, o ju njerëz, antumul fuqara ila Allah. Ju jeni të nevojshëm për Allahun dhe ka ardhur në formë përgjithshme. Nuk ka thonë vetëm fukarat e njerëzimit, apo vetëm të smurët e njerëzimit, apo vetëm të dobtit e njerëzimit. Ka thonë gjithë njerëzit janë të nevojshëm për Allahun. Pra ti mund të jesh më i pasuri, më i dituri, më i bukuri, mund të kesh mirëqenien maksimale, por prapë do të jesh i nevojshëm për krijuesin Allah. Sepse pasuria ta garanton mirëqenien, por jo shëndetin. Dituria ta garanton mirëqenien, por jo edhe ta garanton mirëqenien, por jo suksesin. Pastaj pushteti, autoriteti ta garanton një lloj mirëqenie, por nuk ta garanton një frymëmarrje se a mund ta marrësh më tepër apo jo. Gjitha këto janë nën kontrollin e Allahut. Pra ne jemi përdorues të shkaqeve, por funksionalizuesi i shkaqeve është Allahu i Në këtë rast njeriu e kupton dobësinë që ka. Gjithmonë, sepse është i lidhur me mjetet, por e njeh kufirin e tij në raport me mjetet. Për shembull, një bujk e punon tokën, i ndërmerr gjitha shkaqet e nevojshme, po a mund ta urdhëroj shiun që të bie kur ai ka dëshira apo kur ai ka nevojë? Jo, është përtej mundësisë së tij. Ndonse se mund të jetë bujku më i mirë që ekziston. Por s'ka drejt dhe s'ka mundësi ti thotë shiut bjer tani, kam nevojë për ty. Ato janë nën kontrollin e Allahut. Prandaj Allahu e sjell shembullin e Ibrahimit alayhis salam, pra kur jemi tek shkaqet dhe raporti që ne duhet ta ndërtojmë me to dhe se si duhet t'i kuptojmë dhe t'i përdorim ato, Allahu bëri që zjarri me cilin do duhet digje Ibrahimi të bëhet i freskët për të dhe shpëtim. Ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. I tha zjarrit, o zjarr, bëhu i freskët dhe shpëtues për Ibrahimin. Në esencë zjarri djeg. Por ja që për Ibrahimin u bë freskues dhe shpëtues. Çfarë do thotë kjo? Shkaqet janë nën komandën e Allahut. Janë nën direktivat e Allahut. Allahu i urdhëron ato që të punojnë, do të veprojnë. Prandaj edhe shkaqet që ne i përdorim, ato janë nën urdhrat e Allahut Madhërisëm. Ne thjesht i përmbushim përgjegjësitë tona, i ndërmarrim shkaqet, por dorëzimin e plot, mbështetjen e plot ja bëjmë shkaktuesit shkaqes. Allahu subhanahu wa taala. Atij ja dorëzojmë çështjen tonë. E përmbushim përgjegjësinë tonë,
pastaj ja dorëzojmë çështjen e Allahut dhe ai pastaj e merr përsipër atë që ja ka bë vetes për obligim dhe për përgjegjësi që t'i përmbush kërkesat dhe nevojat tona atëherë kur ne i përmbushim tona. Dhe si e kupton njeriu që është në këtë nivel, pra? Përmes përjetimit. Kupton që ka varësi ndaj Zotit, por edhe dobësinë e vet. Përmes përjetimit, realiteti i tij praktik tregon dhe dëshmon për atë se çfarë është në realitet, se çfarë besimtari është, se çfarë adhuruesi është, se si i lutet Allahut, a ka përshpishmëri, a ka sinqeritet lutjen e tij apo nuk ka. Pra gjendja e tij faktike tregon për atë se çfarë realisht ai është. Nëse e analizojmë veten, për shembull, si jam unë me kuptimin dhe me përdorimin e shkaqeve, si jam unë me mbështetjen ndaj krijuesit të shkaqeve, edhe për gjërat më të thjeshta të jetës, për shkollë, për punë, për këtu në emision. Pa nëse ti i ndërmerr shkaqet e nevojshme të realizimit të këtij emisioni dhe çështën ja dorëzon Allahut fuqiplot, pastaj nuk ke se pse të brengosësh. Ti ke qetësi në zemër, ke rahati, e din se i ke ndërmarrë shkaqet e nevojshme. Kështu është edhe me jetën në përgjithësi. Pa nëse ne i ndërmarrim shkaqet e nevojshme, nëse ne i realizojmë urdhrat e Allahut gjithësisë, pastaj çështën ja dorëzojmë atij, edhe dim që nuk kemi fare nevojë që të brengosemi. Si kur e përmendët Bujkun, i cili merr sebepet e punon tokën, mirë po tani duhet i mbështetet Zotit. Nuk del përtej kufive të tij, nuk del përtej mjeteve të tij, sepse s'ka ku shkon. Po nuk mundet. Çdo tejkalim i kufive të Allahut është vetë shkatrim. Sepse çon në pavarësim irreal, iluzionar, sepse pavarësim real ndaj Zotit nuk mund të ketë. Por dikush mendon që nuk është i nevojshëm për Zotin, sikurse ka edhe të tillë që besojnë, kësaj fatkeqësisht. Dhe mendon që vetëm përmes përdorimit maksimal të shkaqeve ai mund të garantojë mirëqenien në jetë. Por realisht çdo tejkalim i kufive të Allahut, çdo keq përdorim i mjeteve të Allahut çon vetë shkatrim. Prandaj Allahu thon në Kur'an: "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Jo, njeriu kur devion, atëherë kur bëhet kryeneç, edhe mendon se është i pavarur ndaj Zotit. Momentin që mendon që është i pavarur, i pa nevojë për Allahun, për Zotin e gjithësisë, vetëm se i ka filluar shkatrimi. Aty ka filluar ai me marr pra te porzën edhe më nuk ka rikthim vetëm se me pendim të sinqert. Siç edhe e dim jetën e përditshme. Ne njohim njerëz që mbas e kanë qenë edhe tuzum. Nga çasti kur kanë menduar që janë të pavarur nga Zoti, ata vetëm se kanë filluar që të shkatrohen. Sigurisht do të flasim për mënyrën se si të lutemi konkretisht, por edhe si mund të jetë e pranuar apo edhe pa pranuar lutja jonë, por këtë do ta trajtojmë pas pak të dashur miq. Kthehemi pas kësaj pauze. Kemi rikthyer dashur miq, me Hoxhën Osman po flasim për lutjen, për këtë adhurim të veçantë besimtarit drejtuar krijuesit. Hoxhë, tani do të ndalemi tek cilësitë e lutjes së pranuar dhe çfarë etike duhet ketë besimtari gjatë parashtrimit të kërkesës së tij ndaj krijuesit. Po si çdo ibadet tjetër, si çdo adhurim tjetër që nuk është thjesht formal, pra nuk manifestohet vetëm si përshpëritje apo si reagim fizik, që i ka kriteret e veta, gjithashtu edhe lutja. Ndonse për të nuk kurzohet as abdes, as diçka tjetër, po para që thash kurzohet sinqeriteti. Nuk ka vepër që manifestohet në raport me Allahun, vetëm se duhet jetë e sinqert. Madje është kusht bazë i pranimit të veprave, dhe për këtë arsye Allahu i ka urdhëruar gjithë pejgamberët e tij dhe gjithë besimtarët në përgjithësi që në raport me lutjen të jenë të sinqert. Allahu thot në Kur'an: "Fadullahu mukhlisina lahu ad-din, walau kariha al-kafirun." Lutuni Allahut të sinqert në fe, pra vetëm atij, as kujt tjetër post tij, edhe nëse një gjë të tillë e urrejnë jo besimtarët. Thelbi i pranimit të lutjeve tona, të duave tona është sinqeriteti. Prandaj lutja nuk duhet shihet si një formulë magjike. Shpeshherë mendojnë njerëzit se lutja është formulë magjike, por është një bashkëbisedim me krijuesin. Dhe nëse në bashkëbisedim me krijuesin nuk jemi të sinqert sa duhet, atëherë si mund të presim fytyrë, si mund të presim përgjigje, kur ne vetë asgjë jo të sinqert nuk e pranojmë, nuk e çmojmë. Dhe kaq burimi i sinqeritetit, Allahu subhanahu wa taala me të drejtë kërkon që raporti ynë të ndërtohet mbi sinqeritet. Pjesë përbërëse e cilit është edhe lutja, adhurimi i lutjes apo i duas. Pastaj gjithashtu është edhe
kërkimi i asaj që ti e synon përmes lutjes, nuk është thjesht zgjidhja e problemit me një hershëm. Pejgamberët e Allahut lutjen e kanë pas si edukim, prandaj e kanë shpeshtuar vazhdimisht në jetë. Ata përmes lutjes kanë kërkuar që më u fal gjunahet e tyre. Sikur se e dim, pra nuk ka pejgamber që i është lutur Allahut vetëm se e ka përfshirë edhe faljen e gjunave. E para se gjithash i pari tyre ka qenë Ademi alayhis salam. Rabbena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O Zot, ne i kemi bërë padrejti vetëve tona, andaj nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi pej të humburve. Shiko se si e ka ndërtuar raportin me Allah, nuk e ka ndërtuar me ankesa, e ka ndërtuar me kërkim falje, sepse ne jemi çdo herë në hak të Allahut. Ne jemi ata që kemi nevojë për zgjidhje edhe për qetësim zemrave tona dhe për falje të gjunave. Pastaj përgjegjësive tjera është edhe që mos me e kufizu lutjen apo frytet e lutjes vetëm ndaj vetvetes, por edhe ndaj familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Prandaj pejgamberët e Allahut janë lutur kësaj: Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. O Zot, më bëj mua falës të namazit, sepse nyja kryesore e lidhjes mes nesh dhe mes Krijuesit është namazi. Dhe ajo që më së miri dëshmon për pastërtinë e zemrave tona është namazi. Çfarë do që të themi në raport me Zotin, se e duam, e pasojmë, e dëgjojmë, gjitha këto janë pretendime. Ajo që dëshmon realisht është praktika. Thelbi i praktikimit të përgjithësive ka Allahut është namazi. Pastaj thotë: "Wa min dhurriyyati", edhe nga pasardhësit e mi. Unë dua që loza ime e ndershme, e devotshme të trashëgohet brez pas brezi. Unë dua që mirësia e njohur nga ana ime, e promovuar nga unë, të vazhdoj edhe pas vdekjes sime. Me kjo dua e njohur e Ibrahimit alayhis salam. Rabbana wa taqabbal du'a, o Allah, në fund tha, pranoje lutjen. Pra, ata përmes lutjeve kanë paraqit kërkesa madhështore tek Allahu, që asnjëherë nuk mund të gjesh të natyrës materiale. Pra nuk ka thënë: "O Zot, më jep pasuri mua dhe familjes time." Jo, ka thënë: "Allah, më bëj namazfalës të rregullt dhe pasardhësit e mi." Sepse ajo që e lidh më së miri robin me Zotin është bashkëbisedimi me të, komunikimi me të, e mënyra më e mirë për ta bërë një gjë të tillë është përmes namazit. Pastaj përfundimi, kërkimi i përfundimit. Pejgamberët e Allahut përmes lutjes e kanë kërkuar edhe përfundimin e mirë, por nuk kanë menduar sot për sot. Kanë menduar edhe për përfundimin e tyre, edhe për daljen para madhërisë së Allahut. Prandaj Yusuf alayhis salam thonte: "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Më bëj që të vdes si musliman, pra si i nështruar ndaj teje Allah, edhe më bashko me njerëzit e mirë. Kur e ka thënë këtë? Në kulmin e fuqisë së tij, në kulmin e pasurisë së tij, në kulmin e autoritetit dhe të pushtetit të tij. Ku ka qenë lider në Egjipt. Ka thonë: "Ma mundso që të vdes si musliman, edhe më bashko me njerëzit e mirë." Shiko se si e kanë përdorur adhurimin e lutjes pejgamberët e Allahut. Edhe sa bukur ja kanë shprehë Allahut kërkesat e tyre, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me anën shpirtërore, nga se kur ti ke përmbushje shpirtërore, pastaj gjërat morale, gjërat intelektuale, gjërat materiale janë të garantuara nga ana e Zotit. Pra, në lutje duhet pasur prioritete. Padyshim se po, duhet kemi prioritete. Udhëzimi. Udhëzimi është prioriteti kryesor në lutje. Prandaj Allahu e ka filluar Kur'anin me lutje. Në parathënien kuranore, në surën Al-Fatiha, Allahu na mëson një lutje madhështore, shumë e shkurtë, për të jetë përmbajtësore: "Ihdina as-siratal mustaqim." Na udhëzon në rrugë të drejtë. Sepse udhëzimi është vetë orientimi. Nëse e ke udhëzimin, e ke orientimin. Po e humbe udhëzimin, ti e ke humbur orientimin jetësor. Dhe derisa Allahu na urdhëron që ne ta lutim atë përmes kërkesës së udhëzimit, kjo tregon që njeriu do të ballafaqohet me probleme jetësore, do të sprovohet me lajthitje, me çorientime, andaj nëse nuk e ka orientimin e duhur, atëherë mund të devijojë. Përsëritja e kësaj lutje është një prej garancave të mosdevijimit apo të qëndrueshmërisë në udhëzim. Prandaj pejgamberët e Allahut vazhdimisht e kanë lutur Allahun për udhëzim. Dhe për këtë arsye edhe Allahu kërkon prej nesh një gjë të tillë. Pastaj pe prioriteteve tjera është gjithashtu edhe kërkimi i daljes para Allahut si fitimtar, i daljes para Allahut si i shpëtuar. Prandaj ne kur i lutemi Allahut, ndër tjerash duhet i lutemi që dalim para madhërisë Allahut si të falur, si të ngritur, si të mbuluar me mëshirën e tij, siç tregon pejgamberi Allahut të thotë se në ditën e gjykimit do të ketë për atyre që do t'i dinë dobësitë e tyre, do t'i dinë mëkatet e tyre, madje Allahu ua përmend, por
për dallim prej tjerëve, Allahu i merr në privatësi, i ndan nga të gjithë tjerët dhe nuk ua përmend në publik. Për shkak se janë lutë gjatë gjithë jetës tyre që Allahu me i mbrojt nga kjo lloj skene që është tmerruese, kur ti e di se çka ke vepruar në jetë, edhe din që përballë Allahut nesër në llogaridhënie ka me të publiku gjitha veprat tua. Por cila është shpresa që të mban? Ajo e lutjes, se sinqert që i ke bën këtë botë. Edhe Allah fal kësaj lutje të sinqert, ty të ndan nga gjithë tjerët, edhe krijon një lloj kontakti privat mes teje dhe mes tij. Edhe ti përmend Allahu. A di o robim kur e bën këtë atë. E mashkele këtë rregull, këtë normë, e mi ti kalove këto kufi, e bëre këtë gjuna, e më hidrove në këtë moment, e hidrove babën nan, e bëne ato, e bëne këta, kreti përmend Allah, në fund tët ngrite kokën robim se të kam falur. Gjitha këto ndodhin, fal lutje së sinqert që e ke bën në jetën e kësaj bote. Allahu na mboloft. Allahu mos lejoft që të provojmë. Anën tjetër hoxh, pengesat e pranimit? Janë shumë pengesa. E para për tyre është normalisht mos sinqeriteti, e dyta është mos bindja në lutje. Për nëse ti nuk je i bindur lutje, nga se pejgamberi Allahu thot, "Udullahu wa antum muqinuna bil ijaba", lutuni Allahu duke qenë të bindur në përgjigje. Sepse Allahu nuk e pranon lutjen e një zemre të shkujdesur apo të lajthitur. Kur nuk duhet me ju lut Allahut me dyshime. Kur edhe krye kriminali më i madh i botës nuk ka të drejtë me ju drejtu Allahut me dyshime. Pra dikush i lutet Allahut me dyshime për shkak se e konsideron veten si të paditur. S'di me të lut o Zot. Dikush tjetër i din dobësitë e veta, i din mëkatet e veta, mendon që mëkatet e tij janë aq të mëdha sa që nuk mund të pranohen tek Allahu. Nëse je i sinqert dhe nëse i lutesh Allahut me bindje, përgjigjja Allahut i te kalon gjitha këto barrikada që i ke shkaktuar. Gjitha këto barrikada. Dhe robi thot se unë u luta, por nuk u realizua. Si shpjegohet kjo? Atëherë këtu duhet të analizohet analizuar përgjigje ndaj lutjes së tij. Ose ka mungesë sinqeriteti, ose ka mungesë bindje, ose ka harame. Pejgamberi Allah na ka treguar që një prej shkaqeve që e pengon përgjigjen lutje është edhe ushqyerja dhe veshmbathja haram. Sikur se tregon për rastin e atij që gjendet në shkretir, në nevojë më të madhe, i pluhrosur, edhe i lutet Allahut, madje i ngrit duart e tij sa më lart që mundet, edhe i kërkon Allahut zgjidhje. Nëse do të ishte një person që do duhet i pranoj lutja, është pikërisht ky, sepse nuk ka njeri më të sinqert në lutje se sa ai që është në zor. Por kush është pengesa? Thot: "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Thot si ti përgjigjet atij në lutje Allah kur është ushqyer me haram, ka pirë haram, është veshmbathur me haram, i ka ushqyer të tjerët me haram, ka trashëguar pasuri haram, pra është ushqim me pasuri të trashëguar haram, fa anna yustajabu lahu. Si ti pranohet ti? Ka kritere të pranimit të lutjeve. Pastaj pe gjërave tjera është edhe prishja e raporteve familjare që i pengon përgjigjet e lutjeve tona. Thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam, nuk ka musliman, ma min muslimin yedu Allah bi da'watin. Nuk ka musliman që lutet Allah me një lutje të caktuar, me kush që të mos ketë në të një mëkat apo prishje të raporteve familjare. Vetëm se do të gjej përgjigje përmes tre formave. Përgjigjet menjëhershme, ose largim të ndonjë fatkeqësi eventuale, ose deponim të mirësisë së saj në ditën e gjykimit. Por përgjigje do të ketë nga ana e Allahut. Dhe pe pengesave tjera është edhe ngutja. Pejgamberi Allahu thot: "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu fa lam yustajab li." Thot, çdo kujt për jush i pranohet lutja, i vije më një herë përgjigja, derisa ju nuk nguteni. Pra, derisa ju nuk i ngutni rezultatet, nuk i ngutni përgjigjet. Sepse nuk është etike që mes nesh dhe mes Allahut të ketë raport të ndërtuar mbi nguti. Kujt ja ke dorëzuar çështjen tënde, kërkesën tënde? Zoti i gjithësisë. Ai vepron me urtësi, ai nuk vepron me emocionet tona, as me ngutinë tonë. Ai më së miri se kur duhet përgjigjet. Allahu vepron sipas nevojave tona. Ne kërkojmë sipas kërkesave tona, sipas dëshirave tona. Allahu nuk vepron sipas dëshirave tona, por sipas nevojave tona. Allahu e di më mirë se kur është më e duhur që të na përgjigjen lutjet tona. Por edhe nëse nuk na vije përgjigja më njëherë, Allahu po tregon që është duke e deponuar atë për ditën kur ti do të jesh shumë më i nevojshëm. A mund ta dim ne se nevoja jonë më e madhe do të jetë në këtë botë apo në botën tjetër për përgjigjen lutjet tona? Nuk e dim. Kush e di? E di Allahu.
njohësi i sarmës, njohësi i përfundimeve tona, njohësi i realizimit të qëllimeve tona. Prandaj Allahu ose të përgjigjet me njëherë, ose të mbron nga një fatkeqësi eventuale me përgjigjen e një lutje të caktuar, ose ta deponon për ditën e gjykimit atëherë kur ti do të kesh nevojë më së shumti. Pra edhe ngutia di të jetë prej pengesave mes nesh dhe mes pranimit të lutjeve tona, sepse nuk është etike. Dhe derisa nuk është etike në raport me njerëzit, për shembull, nëse vije dikush edhe në mënyrë jo etike kërkon prej teje diçka. Vjen një fukara edhe ty lyp 50 cent. Edhe thot, a më shpejt 50 cent. Si do të ndihesh ti? Normalisht që nuk ja jep. Nuk ndihesh mirë dhe nuk e jep. Po nëse vije dikush edhe të përgjerohet të këmbët tua, jo 50 cent, po 50 euro të fundit nëse i ke ja jep. Për shkak të etikës së shfaqur nga ana e tij në lutje dhe në kërkesë. O lillahi al-mathalul a'la. Allahu t'i takon shembulli më i lartë. Sa më shumë që për ulemi lutje, sa më edukat lartë që tregojmë, aq më tepër presim përgjigje. Pra është më cilësore si lutje dhe shpresa bëhet më e madhe në përgjigjen e tyre nga ana e Zotit gjithësisë. Dhe hoxh, në anën tjetër ekzistojnë ato lutje që kemi dëgjuar pra kur thonë edhe hoxhallarët se janë lutje të caktuara për probleme të caktuara, sepse njeriu normalisht përballet me situata frike, krizave, sfidave të ndryshme, sprova e kështu me radhë. Është lutja pikërisht edhe mjet për të përballuar më mirë këto rrethana? Padyshim se po, madje Kurani na mëson edhe na edukon edhe për mënyrën se si duhet të lutemi Allahut dhe ka sjellur shembujt e pejgamberëve janë realisht edhe shembuj praktik të qasjes son ndaj problemeve tona, ndaj nevojave dhe kërkesave tona jetësore. Prandaj ne gjejmë pejgamberë që janë sprovuar me sprova të ndryshme, por edhe qasja e tyre padyshim se ka qenë ndryshme varësisht nga rrethanat e tyre personale dhe familjare. Kurani na mëson edhe dua të përgjithshme, lutje të përgjithshme, sikurse është Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Këtu fillimisht Allahu na mëson atë balancin mes mirësisë së jetës kësaj bote dhe të botës tjetër dhe se duat tona para së gjithash duhet të jenë të drejtuar tek Allahu për mirëqenien tonë në këtë botë, nga se ne fillimisht jetojmë këtë botë para botës tjetër. Mirëqenia jonë në këtë botë ndërlidhet me mirëqenien tonë në botën tjetër. Pastaj edhe kurora e gjithë kësaj është ruajtja nga zjarri i xhenemit, sepse mbrojtja nga zjarri i xhenemit do të thotë garancë me hyrjen në xhenet. Por kemi edhe lutje specifike, sikurse është për shembull sprova e Zekerias, i cili është sprovu me mospasje të fëmijëve. Prandaj ndonë se në pleshri të shtyr e madje gruan sterile, ai e kishte bindjen e thellë se Allahu i ka të gjitha shkaqet në dorë dhe në kontrollin e tij. Prandaj Allahu tregon se as nuk i ka dhënë zor kur është lut, nuk ka marrë me bërtit ose me bë reagime të pamatura. Thot Allahu se e ka lut Allahun me qetësi, me përshpëritje. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Pra vetëm i ka përshpërit buzët, por bindja e tij ka qenë aq e thellë saqë i ka te kalu 7 palçi. Edhe ja ka thu Allahu djalin Yahya. Me emrin që nuk e ka emërtu as këtë tjetër para tij, e ka nderu, edhe në detaje e ka nderu. Jo vetëm që i ka thu djalë, por e ka zgjedhur edhe emrin si shemberimi për të. Pra pse ai vazhdimisht ka thonë Rabbi la tadhurni farda. O Allah, o anta khairul warithin. Mos më lejo që jeta ime të përfundojë si i vetëm. Pra të jem farëshuar. Por dua të kem trashëgimtar. E ti je trashëgimtari më i mirë. Pra ti ai që më së miri lë dhe krijon trashëgimtar pas nesh, pra në familjet tona. Ose për shembull rasti i Ejubit a.s. kur është provuar me sprovën e smundjes. Shikoni se çfarë edukate të madhe. Nuk e ka paraqit kërkesën me ankesë, por me edukat, me shpërfaqje vlerore. I thot meseni ad-durr wa anta arhamur rahimin. Wallah mund ka kap smundja. Pra e ka shpreh dhimbjen e tij, pra e ka shpreh me edukat. Mirë, për kërkesën e ka ndërtuar mbi shpresë maksimale, wa anta arhamur rahimin. E ti je mëshiruesi mëshiruesve. Wallah ti e di dhimbjen time. Ti e di se çfarë jam duke kaluar. Transmetimet tregojnë që vetëm gjuha dhe zemra i kanë punu. Gjithë organizmi i tij është çrregullu. Mishi i ka ra pe eshnave, prej kalbjes, aq smundje të rënd ka pas. Edhe prap nuk është anku Allahut. Edhe kur e ka kërku shërimin, e ka kërku me edukat, me shpresë. Allahu ka emra dhe cilësi të shumta, por i është qas prej
cilësisë mëshirës, pra edukata maksimale në raport me Allahun e plot fuqishëm. Prandaj Allahu më njëherë ka dhënë zgjidhjen. Ose Yunusi alayhis salam, pa mendoje, është burgos në 3 errësira, në errësirën e natës, në errësirën e balenës, në errësirën thellësinë e errësirës së detit. Edhe shih se si është lutë Allahut. La ilaha illa anta fanada fi dhulumat. Allah thot, në mesin e errësirave të shumta e thirrja Allahut. La ilaha illa anta, s'ka zot tjetër që më të ndodhini përpos teje. Subhanak, i lartësuar jeti ju Allah. Inni kuntu minal zalimin. Unë isha prej të padrejtëve, i bëra vetës padrejtësi. Nuk ju anku Zotit pse ma bën në kështu, unë isha i mirë. Ja tha, unë isha i padrejt, i bëra vetës padrejtësi. Çfarë qasje të lartë, me njerë dhe përgjigja, fastajabna lahu. Pse? Ja dëshmoj Allahut edukatën dhe sinqeritetin që e pat në lutje. Ja shpërfaqi Allahut dobësinë e tij dhe nevojën për Allah, për krijuesin e gjithësisë. Allah me njëherë ju përgjigj, fastajabna lahu. Shkoni afe në gjuhën arabe, tregon automatizëm. Nuk ja ka vënë përgjigjen, me njëherë ja ka dhënë përgjigjen. Wa najjaynahu min al-gham. Edhe e shpëtuam nga belaja që e kishte, nga telashe, nga probleme. Wa kadhalika nunjil mu'minin. Dhe shikoni tani bujarinë e Allahut. Dhe kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Nuk ka thonë kështu ne i shpëtojmë pejgamberët. Ka thonë kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Pra, edhe ti, edhe unë, edhe çdo kush tjetër që synon të jetë besimtar i sinqert i Allahut, ka mundësinë me arrit të nivel të pejgamberëve të përulësisë, edhe të përfitimit në përgjigjet e Allahut, falë sinqeritetit, bindjes dhe përkushtimit e përgjërimit të denje në raport me të. Dhe për fund do doja edhe diçka shumë shkurt hoxh. Gjatë gjithë emisionit e përmendet ko pas kohe që Allahu i din nevojat tona. Edhe para se t'i shprehim ato. Atëre pse na urdhroi të lutemi? Në urdhroi të lutemi sepse ne kemi nevojë që të lutemi atij, ne kemi nevojë që të drejtohemi atij. Edhe në mirëqenien maksimale të jetës, robi ka nevojë me u drejtuar një adresë, me bashkëbisedu me dikën, me shpërfaq ato dhimbjet, telashet, ka nevojë me gjetë prehje dhe qetësi, dhe burimi i prehjes dhe qetësisë është Allahu. Njeriu është krijesë që konsumohet shpejt, bëhet monoton shpejt. A ke pa edhe ata që synojnë të arrijnë gjitha kënaqësitë e kësaj bote, kanë posedim tyre pasuri maksimale, kanë pushtet, kanë autoritet, prapë nuk gjejnë lumturi, sepse mjetet nuk sjellin lumturi. Sjell lumturi burimi i tyre, është Allahu. Prandaj Allahu kur na urdhron që të lutemi, nuk na urdhron sepse ai ka nevojë, por ne kemi nevojë për të. Allahu e din që mes nesh dhe mes tij duhet të ketë një raport të përditshëm, pra përditësimi i adhurimit ndaj Allahut. Prandaj na ka urdhëruar që 5 herë në ditë falemi, i ka ndarë për gjatë ditëve, nuk i ka lënë të grumbulluara në një kohë caktuar, pikërisht për shkak të natyrës së njeriu që është konsumuesa, konsumohet njeriu, harxhon energji. Pastaj për shkak të ushqyerjes së vazhdueshme të shpirtit të tij, njeriu ka nevojë për ushqyerje të vazhdueshme të shpirtit. Dhe këtë mos lehti mos mirë e bën përmes lutjes, kur i dorëzohet Allahut me lutje, kur bisedon me Allahun, me besnikun, me mikun madhështor, me Zotin e gjithësisë, me njohjen e problemeve, me zgjidhjen e problemeve, me shëruesin e smundjeve. Kush mund ta di nevojën tonë dhe smundjen tonë më mirë se Allahu? Me këtë mjek të botës me fol problemin tonë. Bëjar kur ja shpreh Allahut është ndryshe. Ku shkon në sejdë, e nëse e pasuron lutjen edhe me lot sinqert, kjo është edhe më mirë. Kur ja shpreh Allahut, ti vetëm se e përjeton më njëherë një lloj shërimi. Se e ke nxjerr për vetës. Nuk mundesh ti mi akumulu krejt të lashët e botës edhe sikur ti je njeriu më i famshëm, më i pasur, ti ke akumulu probleme, ke akumulu stres, ke pas nevojë me shfry veten. E kush është adresa më e sigurt më e mirë? Është Allah. Prandaj Allahu na ka obliguar me u lut atij, sepse ne kemi nevojë të vazhdueshme me ja shpreh Allahut dhimbjet, kërkesat, dëshirat tona që janë pjesë e natyrës sonë njerëzore. Dëshim. Faleminderit shumë hoxh. Nderi është timi juaj gjithmonë. Të dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.